Shëndetje nderuar miq. Plani këtyre me mafjen e ndërtimeve dhe kuadiun që ka ngritur ky Rama, do përpiqet ta kontrollojë, siç u thash dhe në videon e mëparshme, por nuk do mundet. Ju them atyre që janë atje, që rinë atje ajo, nuk do ta manipulojnë dot protestën. Protesta do kontrollohet nga intelektualët që kanë dhënë kontribut nga veriu në jug i Shqipërisë, nga cepi në cep, pa asnjë paragjykim. Të gjithë ata që kanë qenë anti-establishment dhe që kanë vënë në pat të gjitha problemet e kësaj qeverisje, për largimin e njerëzve, për shitjen e atë dheut, për tenderat korruptive, për vjedhjen e shqiptarëve, për vjedhjen për hipoteka, për të gjitha të zezat e të këqijat, për mbushjen e vendit me të huaj, ku zona ju e del, thot, si thon ju, thot, Shqipëri e shqiptarëve. Ky është kulmi, domethënë Moskardhaku më i madh, dhe na krahason, thot, me Hitlerin, thot, në kohën e nazizmit, që u grind me qifutët dhe në fund të humbi luftën. Domethënë e pranojnë direkt që këtu duan të vinë qifutët dhe na thotë e keni kujdes se ata do t'ja u futin. Nes na e ka futur dot njeri, kemi 4000 vjet tu në këto toka, këtu kemi qenë, këtu do t'jemi dhe nuk do t'na e marrë askush atë dheun, dhe kjo do t'jetë betejë kryesore. Këta do përpiqen ta shuajnë me ata që kanë nxjerrë tash në krye me mafjen e ndërtimeve dhe mafjen e drogës me disa non grata, por nuk do t'i lënë t'i kontrollojnë, ju them shikojnë punën e tyre dhe nuk do të ketë kontroll krajinaris ose fetar mbi lëvizjen. Lëvizja do të jetë e gjithë shqiptarëve dhe nuk do të lejojmë planin B që kanë sionistët dhe CIA, Mossadi dhe CIA, për të mbledhur gjithë paret e shqiptarëve që i ka mbledhur me gjak, me parë dhe në zezë në përbot, dhe duan t'ja u grabitin, t'ja u shtetëzojnë që t'i marrin qufët pasaj për 5 lek nëpërmjet kukullave të tyre si Edi Rama. Nuk do të lejojmë gjithashtu që të vinë në krye një njeri i tyre që ka marrë pamjen ai Domani si luftëtar i madh, për të kënaqur turmat, Rama në burg, Berisha në burg, dhe prap t'ja u dorëzoj Shqipërinë atyre. Sigurisht Rama dhe Berisha, kur të vi koha, do të përgjigjen përpara drejtësisë për të gjitha gjërat që kanë bërë dhe për gjithçka që kanë qeverisur, por motoja kryesore tona është ajo që atje e ndalojnë atje në tribuna. Shqipëria është e shqiptarëve dhe jo e tradhtarëve, dhe këtu nuk kanë vend të huajt. Plani Kalergji në Shqipëri, ashtu si dhe në Ungari dhe në Poloni, që janë kombet tamam të fuqishme edhe inteligjente, ne nuk do t'i lejojmë që Shqipëria të mbushet me afrikanë. Edhe këta që janë, edhe ata që kanë marrë pasaporta, do t'ja u japim dhe do rinë vetëm me leje të përkohshme. Shqipëria është e shqiptarëve, ne do ta bëjmë këtë vend më të jetueshëm, më të banueshëm, nuk themi më të mirin, por do ta bëjmë që shqiptarët të gjitha ndjen veten mirë dhe të rikthehen dhe të gjitha parat që kanë të investojnë këtu në Shqipëri dhe të gjithë të jetojmë si vëllezër njëri me tjetrin në demokraci, në një sistem që të ketë check and balance, që askush të mos ja u marr fuqinë shqiptarëve, t'i sklavërojë siç bëri ky Mostra. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve, adheu në rrezik, Shqipëria nuk shitet. Këto janë motoja jonë. Pastaj vijnë të tjerat.